Do të kemi edhe inkuadrime të tjera, të kuptojmë se çfarë qëndrimesh kanë edhe opozita, do ta kemi zonjën time Kadriaj nga AAK, nuk e di nëse e kemi gati. Po, zonja Kadriaj, përshëndetje, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Përshëndetje. Ishim duke diskutuar ftesën që kryeministri në detyrë Albin Kurti i bëri partive të tjera opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe AAK-s ku dhe ju merrni pjesë. Dhe duam të marrim një koment nga ju, insiston që të ketë një takim bashkë me Aleancën. Cili është qëndrimi i Aleancës? Unë mendoj që në gjithë këtë proces Aleanca ka qenë më transparente dhe i ka parashtur kushtet në të cilat ne do qëndrojmë sot dhe do votojmë për presidentin. Ne nuk e kemi pas në një përgjigje nga Albin Kurti, ase kemi pas ndonjë reflektim ka shi këtyne kërkesave. Nuk janë kërkesa për Aleancën, nuk janë kërkesa që kanë të bëjmë me Aleancën apo kërkesa që po kërkojmë përfshihen qeverinë. Bashkë me Albin Kurtin, janë kërkesa në interes të Kosovës dhe në interes të qytetarëve të Kosovës. Janë interesa strategjike për partneritet me aleatët tonë dhe ne nuk e kemi pa që e kanë marrë seriozisht këtë çështje. Kadriaj, se kjo është në vazhdimisht, që këto janë pika për të mirën e Kosovës, por le të qëndrojnë në këtë limë. Pse për të mirën e Kosovës? Okej, le të shkojnë në një takim Aleanca me Kurtin. Pse s'po e bën këtë? Ne nuk kemi si të shkojnë përderisa na shumë herët ju e ne kemi parashtruar kërkesa në mënyrë që të zhbllokohet ky proces që po bllokohet qëllimshëm nga partia e cila është në pushtet dhe asnjëherë çot nga Albin Kurti apo nga barqet Albin Kurtit nuk e kemi dëgjuar që do të reflektojnë në raport me këto kërkesa. Atëherë, cila është arsyeja që Aleanca të shkojnë takim, përderisa nuk e kemi ndonjë reflektim. Ne kemi parashtruar. Po insiston kaq shumë Kurti për këtë takim me Aleancën në këtë moment që jemi. Pse e mendonim? Pse po insiston kaq shumë? Ju e dini që edhe parti që ka shkuar, Partia Demokratike e Kosovës që ka shkuar në takimin e parë, ka dalë zgënjur për këtij takimi dhe për atij takimi ka thënë që nuk do të mbetem në opozitë. Ju e keni po që edhe takimet paraprake nuk kanë qenë të sinqerta. Për shembull, lojrat Albin Kurtit, për shembull, paraprakisht në mandatin e kaluar nuk e ka ftuar Aleancën në takim, domethënë e ka injoruar dhe s'po më e kuptu tash insistimin pse ta thirr. Ne kemi parashtruar kërkesat, le të reflekton Albin Kurti, le të thotë që i plotësojmë këto kërkesa që i ka parashtruar Aleanca, ne jemi zotuar që do të qëndrojmë sallë. Pa asnjë kompenzim, pa asnjë kusht tjetër që të ka të bëjë me Aleancën. Zonja Kadriaj, edhe këto lojrat ne e pam që diskutuan dje me Lidhjen Demokratike të Kosovës për plot 3 orë, domethënë u takuan për të mos u dakorduar. Plot 3 orë nuk e kanë gjetë çështjen. Po të mos harrojmë edhe një çështje. Po ta kish pas serioz që Albin Kurti ka pas dëshirë me kriju institucionet dhe kish filluar bisedimet me kohë. Ju e dini që ka prit plot deri në certifikimin e plot të rezultateve për t'i ftuar momentet e fundit partitë politike për një takim. Ai s'ka pas nevojë, e ka dalë, është pranuar rezultati i zgjedhjeve së cilit subjekt politik dhe zoti Kurti ka mund me fillu negociatat me partitë politike për gjetjen e një zgjedhje për situatën e krijuar, por ka prit certifikimin zyrtar që s'ka pas të bëjë me partitë politike, pa ankesat kanë qenë për individëve të caktuar. Dhe pas certifikimit është prit plot një muaj,
dhe nuk është thirrë seanca për konsultime në kuvendet, ndërsa partitë politike prapë janë thirrë ditën e fundit për takim. E qartë, zonja Kadria, me që përmende këtë procesin dhe vonesat në takime, dje pas takimet, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se lëvizja vetëvendosje është shprehur që gjendet një president që është konsensual, ajo partjak. Prandaj, a tregon kjo që po jep një hapësirë edhe partive tjera opozitare, PDK-s në këtë rast AK-s që të bëjnë pjesë e këtyre diskutimeve, të bëjnë pjesë e procesit së zgjedhjes së presidentit? A e këshini si një hap pozitiv, të themi kështu? Ju e dini që edhe për mandatën e kaluar për president ka pas devijime, jo për avlo opozitës, ta propozon opozita një kandidat, o një kandidat ta propozoj vetëvendosja. Momentin që propozot një kandidat e vetëvendosja e nëse ajdo me qenë transparent level publik, le të thot shqipë nga opozita për president, jo një emër, 2 emra në fakt, po që të mos ketë kandidat vetëvendos. Sepse kjo nuk është transparente dhe nuk është zgjedhja. Së momentin që del, Zotit Kurti e nevojitet që për zgjedhjen e presidentit në 2 raundat e parë të votimit të ketë deputetat në sallë, të ketë 80 deputet në sallë. Ndërsa radhën e tretë, ju e dini që edhe me 61 deputet prezent, edhe me 61 vota zgjedhet presidenti. E qartë. Mirë, ju falenderojmë shumë për këtë lidhje dhe për këtë qëndrim tuaj. Faleminderit. Faleminderit zonja Kadria. Faleminderit edhe ju.